Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin ton, Rrëfi me jete, për të ndarë me shumë dhimbje letrën e radhës. Do të ndaj një letër që më besoni do të mahniteni të gjithë. Letra më ka mbërritur në emailin tim. Është një letër e shkruar nga nëna, një nën që ju lutem shumë dua të marrë mendimin tuaj dhe shpërndajeni sa më shumë këtë video, që sa më shumë të rritet dhe të jepen komente, sepse zonja në fjalë ka nevojë për ndihmën tuaj, në mendim flas. Tani bëhet fjalë për t'u treguar një e vërtet. Zonja, vajzën të cilën e ka martuar, e ka shitur me lek, por si e ka shitur, kuptoheni letrën të cilën unë do ta ndaj me ju. E di që kur ta dëgjosh bija ime këtë letër, ndoshta do të më uresh më shumë. Ndoshta do të dëshiroje të mos kisha qenë kurrën e kurrës nëna jote. Edhe besom, o shpirti nënës, sot edhe unë po e urej veten më shumë se sa mund ta imagjinoj kjo botë. Ka pasur ditë që kam dashur ta marr këtë sekret me vete në varr. Kam dashur të mbyll syt e të iki nga kjo tokë me këtë shpirt të kalbur nga faji. Që ti të vazhdoje të më kujtoje si nënën tënde të dhimbshur, si nënën që të rriti ty moj bim me sakrifica. Por pikat e lotëve të mi tashmë më janë tharë. Por plaga ime nuk po mbyllet në asnjë mënyrë. Çdo ditë që të shoh ty, çdo ditë që unë e shoh buzëqeshjen tënde të zbet, edhe syt e tu që kanë humbur shkëlqimin e fëmijërisë, mua më thyhet midisi. Më përvlohet shpirti, sepse e di që e vërteta e fshehur brënda meje është ajo e vërtet që ty bi po të vret nga dalë. E mban mend ditën kur të tham se duhej që të martoheshe? E mban mend se si të tham se ai djali ishte nga një familje e mirë, se do të kishe një të ardhme të sigurt, se do të mbroheshe, por edhe do të ndërtoheshe. Ti qaje. Më kapje nga duart, më shikoje në sy dhe më kërkoje ndihmën. Më dije si strehën tënde të fundit, si mbrojtjen tënde të vetme në këtë botë. Dhe unë si ty i ula syt. Të thash se ashtu ishte zakoni, se duhej të dëgjoje baban, se në thelb ishte më e mira për ty. O Zot, çfarë gënjeshtre e fliqur, çfarë nëne jam unë. E vërteta është bi, Jolanda, se unë nuk të martova. Unë të shita bija ime. Baba yt, njeriu që ti e thrisje me krenari, e kishte zhytur jetën tonë në ferin e kazinove. Natë pas nate, a i hante e pinte para tona. Derisa një ditë hyri në shtëpi si një hije e zezë. Kërcënimet u bën më të mëdha se muri i shtëpisë tonë. Burra të armatosur vinin tek dera. Borxhet ishin bërë mal dhe babi i jot, babi tënd ishin vënë thikat në fyt.
Për të shpëtuar kokën e tij për të shlyer ato borxhe të mallkuara të letrave të ruletit, ai gjeti rrugën më të lehtë. Ai të vuri ty në pazar. Familja e burrit tënd nuk erdhi të të kërkoj me nder. Ashtu si që ka i e një vajzës shqiptare. Ata dhanë lekët. Ju lutem më falni sepse sinqerisht jam shumë emocionuar dhe mezi po mbaj veten. Dhanë shumat e mëdha të parave për të mbuluar turpin e babait tënd. Dhe në shkëmbim të morën ty. E pash me sytë e mi kur numëruan ato para mbi tavolinë. E pash se si liria jote, rinia jote, ëndrat e tua u shkëmbyen me disa letra me ngjyrë për të shpëtuar një njeri që s'diti kur të jetë një baba. Edhe unë në thelb nuk bëra asgjë, unë thjesht heshta. Heshta sepse pata frikë nga ardhmja, pata frikë nga ndarja, pata frikë nga fyerjet e nga ajo që do të thonin njerëzit. Por sot kjo heshtje, po më ha të gjallë. Çdo herë që të shoh kur vjen të na vizitosh, çdo herë që të shoh se si përpiqesh të dukesh e lumtur, vetëm për të mos na mërzitur neve. Mua më zihet frima. E di se sa shpesh qanë në dhomën tënde, pas dyerve të mbyllura. E di se sa e huaj ndjesh në atë shtëpi, ku të shohin jo si nuse, por në thelb si diçka të blerë. Tani jam midis dy zjarreve që po më djegi njësoj. A ta tregoj këtë të vërtet të zese, ta shkatroj dhe atë pak respekt që të kam mbetur për prindërit e tu, apo të vazhdoj të hesht e të lë të jetosh në një gënjeshtër, duke menduar se faji është yti që nuk po gjen dot lumturin. Nëse kjo letër ndonjëherë mbrin në veshin tënd, Jolanda, dije se nuk po kërkoj të më falësh. Sepse një nën që shet bien e vet nuk meriton mbrojtjen e as faljen. As nga Zoti e as nga robërit. Kjo letër është vetëm kërkesa ime e fundit për të thënë se ti nuk ke asnjë faj. Çdo lot yti është gjaku im që po pikon nga faj. Nënën tënde e mbyti frika dhe turpi, por ti e lirë të më uresh. Je e lirë të ikësh edhe të mos kthehesh më kurrë. Më fal shpirti nënës që nuk munda të jem streja jote, por u bëra xhelati yt. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë videon e radhës. Këtë herë dua të ndaloj tek një rast tragjik që ka ndodhur ditën e sotme në Kosovë. Një vajzë 25 vjeçare, duke qenë shtatzëne në muajin e 8, ka humbur jetën si pasojë e një plagosjeje gjatë natës së mbrëmshme, ku dyshimet me patjetër janë të vinë nga bashkëshorti i saj. Po njëherë ta lexojmë komplet lajmin se çfarë thotë dhe më pas domethënë do ta komentojmë atë se edhe çfarë është thënë deri më tani, sepse ka patur shumë hamendësime të ndryshme, por policia nuk ka deklaruar akoma asnjë gjë se cili ka qenë fiks motivi që ka ndodhur kjo vrasje. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Malishevë, ku një çift është gjetur me plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit. Si pasojë e plagëve të marra, 25 vjeçarja, e cila raportohet se ishte në javën e 34 të shtatzanisë, ka ndruar jetë në qendrën emergjente të QKUK-s, pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor për ta shpëtuar vajzën, në fjalë vajzën 25 vjeçare, e cila ka qenë edhe një herë në javën e 34 të shtatzanisë. Do të thënë foton që e shikoni janë çifti. Sipas informacioneve fillestare,
Personi që po trajtohet si i dyshuar në këtë rast është bashkëshorti i viktimës, Egzon Bytiqi. Autoritetet ende nuk i kanë sqaruar përfundimisht rrethanat në të cilat ndodhi ngjarja. Bytiqi raportohet se kishte jetuar dhe punuar në Gjermani për rreth 4 viteve, ndërsa në Kosovë ishte kthyer afërsisht 1 muaj para tragjedisë. Do me thënë, 4 vite ka jetuar në Gjermani, me patjetër që ai ka ardhur dhe ka shkuar në Kosovë, sepse vetë fakti që bashkëshorti i ati është shtatzën, kupton që do me thënë ka qenë edhe më herët. Familjarët dyshohet se u kanë deklaruar autoriteteve se kohët e fundit ai kishte pasur probleme të shëndetit mendor gjatë qëndrimit në Gjermani. Do me thënë, gjatë qëndrimit në Gjermani, djali në fjalë ka shprehur probleme të shëndetit mendor, do me thënë, nuk ka qenë mirë mendërisht. Megjithatë, këto mbeten deklarime të familjarëve të evidentuara në informacionet fillestare dhe jo konstatime mjekësore të verifikuara. Do me thënë, akoma policia nuk është se ka bërë një konstatim që djali në fjalë ka patur probleme mendore. Unë uroj me zemër që kjo mos tjetë vetëm një deklarat, por le të jetë një gjë e vërtet, sepse nuk është e bukur që të jepet vetëm një deklarat sa për ta shpëtuar pak procesin. Gjithashtu, dyshohet se arma e përdorur në këtë rast i përket babait të dyshuari, që nuk kupton, do me thënë, nëse ne bëjmë një kronologji të ngjarjes, e kuptojmë që Egzoni ka ikur në shtëpi, ka patur probleme me bashkëshorten e tij, e cila ka qenë shtatzën dhe ka jetuar me vjerin dhe me vjerën, sepse policia nuk e ka deklaruar në qoftë se vajza në fjalë ka jetuar në Gjermani më herët edhe ajo, apo thjesht ka qenë bashkëshorti në Gjermani dhe ajo ka jetuar në Kosovë. Po nga vetë fakti, siç do me thënë jepet ngjarja, duke që vajza ka jetuar me vjerin me vjerën, ashtu siç fatkeqësisht bëjnë çiftet e reja që meshkujt zgjedhin të jetojnë vetëm, të ikin në Gjermani apo jashtë në vendet e tjera të Europës, pak rëndësi ka kjo, për të siguruar një jetë më të re, pastaj do me thënë lindin konfliktet nga rrethet, nga thashethemet, nga fjalët dhe marrëdhëniet e tyre përfundojnë në faktin që do me thënë dyshohet që Egzoni e ka marrë pistoletën e babait edhe ka gjuajtur drejt të dashurës së tij, ku më pas rasti është paraqitur menjëherë në polici, është dërguar vajza në spital, por fatkeqësisht nuk ka mundur dot, do me thënë, që t'ju shpëtoj plagëve të mara. Tani, gjithashtu siç e tham, do me thënë, për tjatin që ja ka marrë pistoletën, drejtori i klinikës emergjente, Naser Sylla, ka bërë të ditur se i plagosuri është i intubuar dhe i lidhur me respirator, ndërsa gjendja e tij mbetet e paqëndrueshme. Do me thënë, deri më tani nuk i kanë marrë pyetje Egzonit, i cili është në gjendje shumë të rëndë. Unë uroj që mos tjetë edhe ajo me fatalitet, uroj që të shpëton, por mbi të gjitha, do me thënë, rasti po hetohet nga organet kompetente, të cilat pritet që të sqarojnë në mënyrë të detajuar rrethanet e kësaj ngjarje. Tani unë nuk dua të ndaloj vetëm tek kjo ngjarje, me patjetër që do t'jap një mesazh për fund, por dua pak që të flas për në përgjithësi për ngjarjen. E shikoj që nëpër mediat shqiptare përflitet një farë xhelozie, do me thënë e dëgjoja edhe që parë në Klan Kosovën që ja etiketuan xhelozisë. Xhelozi ka në të gjitha çiftet. Nuk është e habitshme ta dëgjojmë fjalën xhelozi, por e vrau nga xhelozia është shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Fillimisht njerë vajza në fjalë ka qenë 34 javë shtatzëne, që në kupton ka qenë në muajin e saj të 8 të lindjes, që i bie edhe një muaj do të linte, që në kupton shtator, tetor, do me thënë Egzoni do të bështe baba. Egzoni ka vrarë 2 jetë në këtë fakt. Nga ana tjetër, kemi familjen të cilët sot deklarojnë që djali ka qenë me probleme mendore. Tani unë si gazetar do t'ju kthem jo vetëm kësaj familjes, por në shumë raste, dhe rasti që ishte në Shqipëri, djali në fjalë kishte patur probleme mendore. Pse ju këto djem nuk i paraqisni? Dhe pse ju këto djem nuk po i çoni nëpër institucione për t'i shëruar, por thjesht në fund i keni pretekstet
që djali ka qenë me probleme mendore. Ato problemet mendore nuk ju kanë marrur vetëm një jetë, ato problemet mendore ju kanë marrur 2 jetë. Dhe këto të rritë që ndajnë mendjen që të ikin në Gjermani dhe lën gratë, lën familjet në vendlindjen e tyre. Ti derisa e ke lënë gruan, pse duhet të kesh xhelozi për të? Ti ke shkuar për një jetë më të mirë, ti ke shkuar për të siguruar të ardhmen, ti e njeh partnerin tënd që ke në krah. Nuk do të thotë që ti nuk e ke njohur kë ke patur partner dhe duhet të kesh një xhelozi të tmerrshme për partneren tënde. Mua më vjen shumë keq, realisht më vjen shumë keq që te ne shqiptarët vdekja arsyetohet me një xhelozi, vrasja arsyetohet iku në Gjermani sepse nuk kishte mundësi dhe nuk e toleronte dot gruan, nuk e bënte dot për gruan, e xhelozonte gruan. Ti derisa ikësh në Europë, ti duhet të kesh mendjen tënde dhe ti duhet të jesh mendje hapur, që ajo grua do ketë nevojë të delë të shkon në spital sepse është atzën, që ajo grua do ketë nevojë të shkon të merr barna, që ajo grua do ketë nevojë të shkon të blejë diçka në shitore dhe jo ti të krijosh skenare, të krijosh filma duke jetuar atje në Gjermani dhe gjasme duke u munduar që të bësh, domethënë, këtë gjën që mua realisht më duket e turpshme dhe dhimbshme. Shpreh ngushëllimet e mia ndaj familjes dhe sinqerisht uroj me zemër që këto gjëra të marrin fund një herë për gjithmonë te shqiptarët.